Çfarë ndodh sot në sheshin Italia? Ka shumë gjëra që ndodhin, por po them çfarë do të ndodhi ndoshta tek që mos përndahemi shumë, domethënë aty ka një sken që do të ndodhin betejë mes artistëve të ndryshëm dhe në çdo ditë sot është betejë për muzikën elektronike, DJ producers përballë njëri tjetrit, nesër është betejë e hip hopit dhe pas nesër janë open jam sessions për rockun dhe në mbrëmje gjithashtu është festivali me muzikë shumë të mirë që ka një line-up shumë të mirë, që ju ftoj ta ndiqni te faqja e Musexit, qoftë website, qoftë rrjetet sociale. Si Instagram dhe gjithashtu do të fokusohesha ndoshta ka konferencë me panelistë që thashë ndryshëm që do flasin mbi tema të ndryshme lidhur me industrinë e muzikës. Pra në të tërën ne flasim që nga si mënyra si prodhohet, si marketohet një këngë, kush janë bashkëpunëtorët e dur, me kë duhet nëse duhet kemi nevojë apo jo për menaxher, për drejtë autoriale etj. Është një panajër ku mund të njohin venue të ndryshëm, vende të ndryshme që merren me organizime, që artistë ndryshëm, individ, por subjekte, labels sa kështu mund të krijojnë bashkëpunim me njëri tjetrin, me festival organizers, me individ, me record store etj. Dhe është edhe ky këndi i artit që do të kemi të bëjmë me terapi arti nga Lorela Garuli dhe Franz Koruni. Terapi arti. Po, dhe është falas. Pra njerëzit deri në orën 5 pas dite mund të hyjnë falas në Musex dhe ta shijojnë të gjithën dhe vetëm pjesa e festivalit është me bilet që kushton 1000 lek nata të reja ose 2000 lek të treja netet. Pra është një çmim i përballueshëm besoj nga të gjithë. Dhe kemi pjesën e një diskutim mes arkitekturës dhe dizajnit nga Alba Canaj dhe nga Sonja Jojic, që lidhet edhe me pjesën e Tirana Design Week, Tirana Architecture Week etj. Dhe si ndërlidhet studimi me tregun e punës për arkitektët dhe dizenjuesit dhe jo grafik, por të ndryshëm dizenjues. Kemi një orë të hapur mësimi, sepse siç nuk e përmenda në emision, por e përmendë personalisht, unë jap mësime edhe te Universiteti i Arteve, do të bëjmë orën e historisë së teatrit, së bashku me studentët që publiku të arrit kuptoj se si funksionon ndoshta një orë e hapur në Universitetin e Arteve. Dhe mund të bëhen pjesë për të krijuar një ide për historinë e teatrit, dhe sot kemi temën e teatrit aziatik, kështu që është shumë interesante për një vend si Shqipëria dhe Europa që ndoshta nuk kemi atë qasjen e dur se jo të gjithë e kemi frekuentuar. Do të kemi patjetër workshope gjatë kësaj periudhe dhe përveç workshopeve që lidhen me temën e muzikës, kemi të bëjmë me workshope se si të personalizojnë tote bags-at e tyre, se si mundet të pikturojnë aty ose si të krijojnë produkte shtëpiake, po themi, me beton ose me porcelan dhe i personalizojnë dhe i marrin mbrapsht në subjektet me cilët ne po bashkëpunojmë. Pra do të ketë realizim maskash, do të ketë studentët e Universitetit të Arteve kanë pjesën e workshopeve dhe pjesën e një së bashku me nxënësit e Liceut Artistik Jordan Misja. Është një ekspozit e përbashkët që njerëzit mund ta frekuentojnë, që ka të bëjë me qeramik, ka të bëjë me mozaik, me piktura të ndryshme, grafik, monumentale etj.